erdhen. Edhe ka vrapuar te Hamza, që Hamza ka thirrë dhe Rifatin. Ka qenë ora 5:15 mëngjes. Gjysmëora apo 40 minuta luftime që këta që i kanë bën dhe me të hasë në rezistencë forcat serbe në atë kohë janë tërhekur dhe në pozicionuar nuk kanë tentuar më për të hyrë brenda në shtëpi. Autoblindat, pizgaverat që ishin stacionu këtu, me megafon bëjshin thirrje Ademit me u dorëzu. Edhe dita me njëherë. Si që ndërzunë Ademi Ashari, kishë bojt gjysore lufta, 20 minuta dhe kishte dalë ma tonë malë karshi tyre. Edhe se i kam dalë këja qarivës, këtë atje, i kom një krismat, këto jashtë të krisi. Thëshin që janë konë 3 vramë. Ate më ka reku mu, më kradë, edhe më ka reku lovla dyjat, kur kom pështyjo në pejkoje, që ke pjesë me 3 dhama 4 rao poshtë. Djemtë e mi nuk i kanë rrok armët për pasuri, po për liri. Sepse keni arë në ora 5 mëngjesit, ja u keni prish gjumin. Nuk ka pranua me fol asë një fjallë. Ka qenë stoik, gjithherë kanë thonë, gjithherë. Thëtë s'ka dialog, me Serbin nuk mund është me bon dialog. Njerëz të cisë amerikane, po kërkujnë me u taku me Hamzën dhe me Ademin. Migja njerëz që ka dhënë adresin, kur e ka verifiku migja që është po e vërtet, atëherë ju ka tregu sakt, po i gjonin për kazë në shpe. Kanë ardhe në taku. Demonstratat e vitit 81, rënja heroike e Tahir dhe Nebi Mehës, suprimimi i autonomisë dhe përndjekja e pushtuesit ndaj shqiptarëve, bën që komandanti legjendar Ademi Ashari bashkë me vëllaun Hamzën të vendosin që Serbisë t'i kundërvihen me pushkë. Prej demonstratave të nishin. Tani kur u tentoj ke më bo edhe u bo suprimimi i autonomisë në të thënonën. 3 muaj ditë jemi konë të organizuar që tu përpara të kjo ka qenë fabrika municionit Gjëtis, që kemi rezistu edhe kemi protestuar, protest paqësore. Forcat e atëhershme që ishin arë prej krejt shtetëve, prej krejt republikave të ish Jugoslavisë, që ato kanë qenë gjithë, Ademi ka qenë gjithër i armatusër. Gjithër, edhe me motor, me automat, ka dalë me 2-3 shok tjerë gjithë, me Sahitin edhe me Zëmermehën, i ndalë ata, vazhdimisht edhe me shumë tjerë që na nuk kemi ditë kush janë, pa kanë ditë ai struktura atyne, kemi fillu me bo një rojet fshatit. 89-ën prej fundit të korrikut diktër nëj nga fundit të torit, po nja 2 muaj kemi bajt roje. Kemi bajt roje, pak armi kishëm, po që ato që ishin, ka 2 orë, 3, i mbajshëm 3 orë. Edhe kur vishin grupa tjetër, në ndrojshin, jo vlanshëm atyne, edhe na u kthejshëm në shtëpi. Në 90-at e shef që mo nuk ka zgjidhje tjetër, Serbia filloi në ishtri. Edhe institucionet e veta, shqiptarët të debun, në njërë masive të gjithë. Nga puna, tana institucionet ku kanë qenë udhëheq shqiptarët u largun, edhe vike situata gjithër të ushtërngu, ma shumë nga okupusi Serb. Ai me grupin e vetë ka shkuar në Shqipëri,
është trajnu atje, ka bo stërvitje ushtarake rreth 3 muaj ditë, i janë këthyje edhe pas këthimit ndodhi ajo e 30 dhjetorit 90. Sulmi i parë i armatosur. Gjithherë kanë thonë, gjithherë. Thot s'ka dialog, me Serbin nuk mundesh me bo dialog. Veç përmes grykës të pushkës. Tjetër dialog nuk njohin ata. Vazhdimisht në gjitha të bimet, në gjitha vendin ku kanë qenë kanë thonë. Edhe ashtu dhe doli. Në vjeshtën e vitit 1991, komandanti legjendar Adem Jashari, bashkë me një grup shokësh, nisën drejt Shqipërisë për stërvitje ushtarake. Ka qenë viti 1991, do fundi verës apo fillimi i vjeshtës, të asaj kohë, kur Axha Ademi filloi planifikimet për të shkuar në stërvitje në Shqipëri. Dhe nga shtëpia jonë vendosën që Axha Ademi së bashku me djalin e madh të Rifatit, Muratin, që është tani profesor doktor në Universitetin e Shtetit tonë, bashkë me shumë shok tjerë, kanë shkuar në Shqipëri stërvitje, që shkurja ka qenë jo shumë e lehtë. Është dashur të shkojnë në Shkup në atë kohë për shkak gjurmëve që mes me zbulu do të regjimi serbi asaj kohë. Dhe kanë shku në Shkup, i Shkupi në Zürich, në Zvicër, nga atje në Itali, pastaj përmes Italie kanë vazhdu në Shqipëri. Ka qenë grupi i dytë, realisht, nga Kosova i stërvitje në Shqipëri, që ka qenë Axha, kryesuesi i grupit. Edhe grupi i parë kishte shkuar njëjtë dhe ishte kthyer në njëjtin vijë. Kurse grupi i dytë Axha ke mgull në Shqipëri që nuk pranon të kthehet prapë duar bosh, ke mgull që të armatosën dhe të futën ilegalisht kufirin në Shqipëri-Kosovë, në Kosovë. Pavarësisht që marrëveshja mes udhëhecëve të asaj kohe të Kosovës dhe Shqipërisë ishte që të zhvillohen vetëm stërvitje, komandanti legjendar ishte i vendosur që në Kosovë të hyjë me armatim. Pas kthimit nga Shqipëria, grupi i komandantit legjendar Adem Jashari ishte dekonspiruar dhe policia serbe me 30 dhjetor 1991, në orët e hershme të mëngjesit, kishte rrethuar familjen Jashari. Natën e 29 dhjetorit, Axhës Ademit, Hamzës, ju erdhi një informat që diçka është ka zgjedhur. Janë zbulu. Edhe është rreziqi që mundën me ardhë musulman. Këta janë mbledhur me shoqërinë e vet, kujtoj dikun një udhë tek Kodralit, me sa më bën, lagjën Kodra, ka ardhur dhe Axha Rifati për pushime të fund vitit për Gjermania ish këtu. Tash Axha Rifati edhe gjyshe dhe ne djemë të rinia ishim këtu. Në atë kohë ishte vetëm Murati në Gjermani, që kishte shku pej Shqipërie, pej stërvitja në Gjermani, ishte kthy me qëllimin që në pranverë me shku edhe unë dhe me shku bashkë edhe njerë, edhe Murati prapë për oficer. Kjo ka qenë arsyeja pse Murati ka mbledh në Gjermani dhe s'ka qellu këtu në atë kohë. Dhe siç ke shtu treguar, Hamza Ademi, ata shokët e tyre kanë qenë në lagjën Kodra deri vonë. Axha Rifati kishte prit zgjuar. Si tregon Axha dikun ndoshta mes orës 3 dhe 4 të mëngjesit janë kthy, ishin lodh edhe hajde me binda flajna këshin thonë, sepse tash veç është bo e hanë ditë tregu të ne në Skënderaj,
edhe nuk na vinë. Edhe një shtë se cilin e për dhomat e firkës që i kanë pas këtu. Këtu ka qenë dhoma Ademit, atje Hamzës, atje poshtë e Rifatit. Edhe dimën ftoft, Hoxha Ademi tha, ishin stufat që kena thonë na kaftar, në secilin dhomën e vetë, për të ngrohur, mos me nirtë edhe këta dhe fëmijët që kanë qenë bashkë me ta atë kohë flajtë në dhomë. Një druta pak më e gjatë nuk e zonë ke stufa, tha mirë, tha edhe fati, tha me vënëj, tha, për qenë zgjuar. Edhe i kanë ra dritare të dhomës. Dalë, tha këshëf, erdhen. Edhe ka vrapu e të Hamza, Hamza ka thirrë edhe Rifatin, do të ka qenë ora, babaj të regon Hamza, si më zgjutha e kom këshyr orën 5:15 mëngjes, kur kanë ardhur. Këtu ka fillu rrëthimi, edhe tregojnë, tha ina dalë, balkonin poshtë, qa po bojnë atë 3 vëllezërit. A dojna me luftu, më nalë me luftu këtu, apo po shpërthejmë rrethin po ikim. Edhe kanë marrë në përfundim që dojmë me dalë. Të provojna me dalë. Pas njerë më u dorëzu. Për shkak të fëmijëve dhe 30 antarë familje. Dhe më të dalë në dyert nga sipër shtëpia, do që i kemi thona lama, me nga mali, kanë hasë në polic. Hoxha Rifati i pari dhe ka shtin ta. Ka nga Hoxha Ademi të regojnë në fund fare atje, të shtëpia, edhe është taku me ta dhe atje ka shti, dhe do të kanë ndodhur dikon një gjysmëore apo 40 minuta luftime që këta që i kanë bën, dhe me të hasë në rezistencë forcat serbe në atë kohë, janë tërhekur dhe në pozicionu dhe nuk kanë tentu më për të hyrë brenda në shtëpi. Edhe këta kanë pastaj pjesën e sipërme kënej kamali të lirë kanë dalë këtej, nga të shtëpijat e fëqinjeve dhe pastaj kanë dalë në këta shku e qujnë bunkeri, aja pjesa atje i mali, që për ta ka qenë që është ndërtu masa soj kohë ka qenë një pikë vëzhguese, jo bunker, nga atje pastaj kanë filluar shkëmbimet e zjarrit mes tyre dhe forcave serbe. Krismat e luftimeve ishin dëgjuar edhe në fshatin Aqarev, dhe bashkëluftëtari e miku i familjes Jashari, Vesel Selimi, ishte nisur drejt prekazit për t'i dalë në ndihmë familjes Jashari, ashtu si edhe shumë qytetarë tjerë nga shumë fshatra të Drenicës. Edhe se i kam dalë këtu Aqarevës, këtë atje, i kom një krismat. Papa tjetër, edhe 200% e kom ditë si më nëshën në rezalt qashë afër i bifje. Edhe ju më nalim ka orë një vetur, afër me gjithë vllai shkuma i Abdullah Veseli. Shatash krisi dikon. Tha dhe naj netëm, dhe shpër netëm. Jena dalë dhe në krysh, Kupilic. U këthy autobusi i shtatëve. Tha jasani me i tha se të jashtë të krisi. Atëre, më dhe ta i Abdullah i vojnë dhe thash, unë thash vishar me të dhe drejt. Tha një shka pra, tha se dhe në pashkepi morëm shkërkim. Jena këtu i këna morarë në Kapilesin në zatet me Sejderikën. Është dëshmorë sot, edhe ushtarë dhe i forë të kom
gjatë luftës. Edhe ai në kërë. I zoti qitorës i fashe qërë hajseri. Tha dhe në dëmorë, tha se e kom grunë, tha në prekasë. Tha shajde mërështë, kotëna. Kur këna ju në kërë, ma ka po sheferi, ata në thesë, mi farë që ollë i të shkashterën në këpërk. Unë me thotë e rritën, pushën e kisha ndorë, isha nuset me homë, se i dhja ishtë porën, me atë pozicin, ma po pozicin dhe a pi pjeqat po shku, dhe ata shtim një përk. Dhe që ku jeti shkuti, dhe po përshem përkas, po ta që qysh me në ti, sa të jetëm patrullë, dhe që ta është me pushteme, dhe është me mjeti i britaj, është ta mort me një krej, mës ta mort është i krajon, ma shkortecëm. Këna hi në të betoni, baljacë, kom, kjerë në lemë qëtë. Këna tërpo asfaltin, kur kom kaluhën e vetëm, asfaltin e betonin, ka ardhe helikopteri për mi pej Prishtinë qëtërë. Ka eto si e kom pushken, balo më nuva mi afro kushtë po. Na eto e besaj, se më zonin një vadë. A shkurë mi Skenderev se ditë, po unë e kaluva ta që hinë në malë. Në ka orda 50% malë. Ollë arku, këna jesë, këna vazhdo i në dalë, në polasë, i në hitu këtë alitë. Popolata ishin konën, dhe i topi për jasharve. Ty këqy për jasaj, briki, s'pohet me familje jasharve. Në kanë kejsë, mas po e kanë një djali i ri, ako më njemë 48. E kom një dhe e ka rëkë në dorë, në kishtë. Para me, atër më ka rëkë mu, në krahë, edhe më ka rëkë në ofla dyjat. E ka rëkë Halilin në dorë, e kom një kur ka rëkë. Ata tjerë tjo, më ka rëkë mu, në krahë, këtu. Edhe se shokas, edhe loflan këtu. Meta unë, më nëam një thatin e shokën një mam në pak se meta. Po, për fatë keqë, s'kishtë që shmë nëllë. Dikët e lisave, në armet. Pa pra, kalun, ata për 10 metra kalun. Pili volë. Një farë prose. I nalën krizma të në nëllë. Për një 2 minuta. Ja di Zotit, së më pive dhja, kur kom pështio në pejkojë, që kje pjesë me 3 dhama 4 rao pushtë. Se më ka kazo njoni, si kom po njoni, kështë pazjet më sani. Edhe kom kalua petuta. Pas plagosjes rënd, Vesel Selimi dërgohet nga forcat serbe në spitalin e Mitrovicës dhe më pas në Prishtinë ku ruhej nga policia. Pas disa ditësh, ai arrin të largohet nga spitali dhe detyrohet të shkojë për shërim në Gjermani. Pas shërimit, ai kthehet përsëri në Kosovë, duke qenë pjesë e luftës çlirimtare deri në çlirimin e vendit. Derisa po zhvilloheshin luftime të kohë pas kohshme mes policisë serbe dhe grupit të Adem Jasharit, në kullat e familjes Jashari kishin filluar bastisjet. Ata non-stop thresnin, nuk të nëtëshin të hyshin brenda ma, sepse kishin frigën. Që do të pësane? Po të rezistenca. Del gjyshi, i flugët edhe luli pas, bashk Gëllëzimi Baltadem, edhe pse ishte në atë kodët pas 15 vjetë endet si kishtë. E dalin dytë, unë kam qenë të hyrje e shpis të, i shikojsha se çfarë po ndodh atje, nuk afrova tek porta e burrit. I marrin i lidhin të dytë me pranga. Edhe pas 2-3 minuta e qesin gjyshin tek porta që më u pa të burrit dhe për këtë gjyshi tha Bekem tha merri tha gjithë tha djem tha çajin matritën tha hajde një kanë tha se kështu e në urunat për tyne.
Dhe kam marrë bashkimin, po përmeni mas pari do të antarët e familjes tonë, bashkimi që është tash komandant i FSK-s, generali, që edhe ai ka qenë atë kohë, ende pa i mbush 15 vjetë. Fitimi që ka qenë fëmijë i vogël fare, fitimi djali dyti i Axhës Ademit, kanë qenë edhe 2 nipa të fshatit Polas, djemë të Hallës Zyljes, që tash është ndjerë Kandrujet, apo dhonërit Manit, Manveliut, Muhameti dhe Ramizi. Kemi dalë, na kanë prangohës gjithve, atje ku janë në shkallët tash të hyrja e kompleksit, ka qenë trafo stacioni i rrymës për lagjen tonë. Dhe na kanë ullë, ka qenë borë dimën ftëft, na kanë ullë në borë të gjithve, edhe gjyshin me ne aty, pe do të orës 7:15, do shta 20, e derit në ora 11, neve kemi qenë qëndruar ullën në borë, në orën 11:20 ka ardhë helikopteri nga Prishtina, për herë parë në Trekas, atë ditë. E kanë pru një udhës, për ty në qikë si ma kryesor, ka ardhë direkt të gjyshi. Udhëhec të forca serbe. Pa. Ka qenë ushtarak apo? Ushtarak. Ka ardhë në komunikim direkt me gjyshin, në gjuhën serbe, kuptohet. Edhe ai pastaj i ka urdhënu ata politë që na rrishin neve aty, i ka urdhënu që na i heqin prangat. Edhe ka urdhënu që Fitimin edhe Ramizin, që ishin ma të vogël, me i liru me që unë shpi, edhe tha, le t'ju bjen disa batanije qëfar dhe që ka, sepse po që neve kemi shumë ngrirë nga të ftëftit. Pastaj ka thonë gjyshit, do të me hi me kontrolu ku janë djemë. Edhe gjyshit dhe ta djemë të ndalë. Tha s'janë shpe. Po mirë, tha kur tina me kontrolu, tha me bo me gjitha. Unë thëmë. E kanë marrë gjyshin, kanë ardhur me hi me kontrolu, do të dikun është ta 11 gjysmë, apo ato dikun, mes dit, dhe janë ardhur edhe kishin thonë gjyshit, thuju të gjithë antarëve të familjes, le të vinë tek dyrët e hyrjes në obër. Kanë qenë dyrë në atë kohë, me një kolëm ndoshta dyrët e gjona gjera 4 metra, me 3. Në atë metër 4, u dash me u ngëmbullu gjitha gratë, vajzat e fëmijët, që ka pas edhe fëmijë te por sa lindu në djep. E kanë marrë, pas i kanë largur gjithë i kanë qitë atje, kanë thonë 3 grupe me u shpërnda forcat serbe, do të policie ku që kanë qenë atë kohë, që kanë dashtë me hyrë kanë pëllu në 3 grupe ndryshme. Njënit grup një pri gjyshi, tjetët grup Halla e vogël Halimja, që ka qenë martuar dhe ka qenë këto mësafer është qëllu, dhe vajza e madhe e Rifatit Iliriana. Edhe i ka thonë ai qaj kryesori që i kanë pru me helikopter, gjyshit që me na pri për para deri sa të mbarojmë të gjitha objektet me kontrolu. Fillojnë me odën, vazhdojnë me shtëpin këtu, edhe fillon gjyshi me dalë tek shtëpia 2, që është shtëpia 3, e objektet për cilëse të kushteve që i kërkojke fshatin atë kohë. Dhe i kishte thonë ai komandanti, që i udhëheqësi, ku po shka në plak. Tash plakja përsëritet, ti më ke thonë fillim kishte me të pri. Të pcella tu jenë tuat adina, të po deri atje. Do të që kanë qenë do të 130 metra gjatë, do të edhe 2 shtëpia tjera me garazha, oda, do të gjitha objekte tjera për cilësi. Sepse dhe atje në, thëtë po dhe atje. Edhe thaja nisi për kesh. Tha të kam, pse? Tha po më thëtë, tha qa dojnë, tha ata djemë të tu, tha, me luftu.
Tonë këtë pasuni që e pas kanë. 500 herë Kosova shtetë mu bo, pasuni ma të modhe që po dhe me bo. Mundet me bo. Tha dhe një nisa me kesh. Tha dhe tonë, pse po kesh plak? Sepse djemët e mi nuk i kanë rok armet për pasuri, po për liri. Sepse keni arë në ora 5 mëngjesit, ja u keni prish gjumin, ku kanë qenë duke fjetur në përdhomat e tyre me grallë dhe fëmijët e tyre të vegjel. E kjo është arsyeja pse i kanë pa poshtë. Pas bastisjeve, policia serbe kishte marrë Shaban Jasharin, djemtë e familjes dhe burrat e lagjes, dhe për disa orë i kishin maltretuar në Borë dhe Acar. E kanë pru gjyshin prapë patjet e trafa. Kanë fillu pastaj bastisjet në për gjitha shtëpitë e lagjes. Për Këtë kanë arrestu shumë kusheret tonë, dikon sa mbaj mend ka qenë plus minus të 50. Po mbi 20 gjithë ka qenë. Arrestimi tyre, edhe kam pyet gjyshin kur e pronën. Pas i kontrollon. Pasha gjetë në sen Bob, se Bobi këna thonë gjyshin. Tha vetëm pushkën e gjyëtisë. Pushkën e gjyëtisë e kishin marrë me lejen atë kohë për gjyëti që ishte qifte me 2 gyka, ishte nëtë. Këshëm lanë vetë, unë kësha lanë me dur tem. Tha për pos asaj, tha s'kanë gjetë kur që tjetër. Me gjithë se ka pas armatim brenda. Ka pas. Helikopteri u ardhë her pas her, është sjell, o ditë që ato ka edhe të vrapë. Zyrtarisht i kanë pas thot 2 të plagosur, bajegi, po ato me siguri ka pas ma shumë të vrapë. Disa burime tani thëshin që janë konë 3 të vrapë edhe një i plagosur, masanej për i plagëve të marrë edhe ka vdek, sa është e vërtet tash ata e din më së miri, por rezistenca ka zgjatë. Janë ardhur njerëzit nga të gjitha pjesë tjera. Ato na kanë lënë për një 2-3 orë, derisa kanë arrit marrëveshje, me siguri kanë bënë me ata. Masanej që u dëgju që kanë për më ndërprej armëpushimi me profesorin Fehmi Agoni dhe Beton Surojnë, që kanë arrit kompromisin, mund ndërprej armëpushimi edhe më tërhiq. Pas disa orësh, policia serbe largohet nga prekazi, por me vete merr mbi 40 burra bashkë me Shaban Jasharin dhe i dërgojnë në Mitrovic ku i maltretojnë për orë të tëra. Profesori Naser Jashari ishte në mesin e të arrestuarve dhe sot na rrëfen për maltretimet që kishin përjetuar nga policia serbe. Edhe maltretime, sharje, fyrje, na kanë zbath, na kanë detyru me nejt, në Borë, zbathun. Rreth 4-5 orë që ashtu. Deri pak, kur ka nisë me ra muzgu, atëherë ka ardha i furgoni policisë edhe na kanë fut të gjithve që ashtu grumbull, që kemi qenë, në te, na kanë dërgu në stacion të policisë në Mitrovic. Nëse di shumë as ku po na qojnë. Atëherë ish lufta në Kroaci, edhe me ndojshim disa, i dhonshin ato mendimet, aja Borana, Sela, pa Kroaci ishin luftat që u zhvillojshin tash pra ato mes Kroatëve dhe forcave serbe. Thëshin me siguri po na qojnë anena i dika. Kur kemi hyt njëjtin qysh ne këshin bo kordonin të policisë. Para dyqanëve këtu. Njëjtin ne këshin bo para stacionit Mitrovic. 2 grupe, ka 7-8 vetë, polica 10, edhe me depërtun me styne, me fillojshin duke na rrahër në mënyrë brutale, mu ma patën lëndu pa edhe hunën, edhe pjesën knenajt faqës, e veshin, më shkoj gjaku më rjedhke pa ndalë vazhdimisht. Edhe na kanë shdi tonëve në një salë madhe shkonë që aty, edhe aty na kanë majtë se cili vike, qka keni dasht jo, kushin jo, me rezistuë, kundër një shteti, serb, shamjet, fyrjet në baza nacionale në konë të padurushme, po qka kishe me bo ato, s'kishe. Edhe për një 2 orë që ashtu maltretime e fyrje në baza nacionale, e rrahje,
që na kanë bërë të gjithve ato, jo në ardhë një 3 persona, nuk di kush janë konë ata, kanë thonë bajage se duhet me bo me parafin qatë daktiloskopin, edhe me konstatu se na theshin ku i keni lo armët, se ju keni përdorëm, se i kem shef armën, të rega qëfar armë e përdore, që tu jenë konë që e dishin të gjithë që si kemi pas asnjë. Ato. Edhe dikun ka hora 1:00 u konë vallaj, 12, 24, 23 pak, ose 24 ma shumë, e natës, një grupë, se grupe i lirajshin, qyshe kryshin atë daktiloskopin me parafin, edhe me ato fashat i marshin ato, se u dilke forma e dorës edhe gishtrini me krejt ato, ishtishin do farkesësh, edhe hajt esni, thase për ju lirujna. Pyetjen ma shumë t'i e bëjshin për vacërifatin, se kishin pas informacione që është armë, edhe ka hapë zjarë bashkë me 2 vazërit e vetë dhe kanë fillu. Si që rrëfem Bekim Jashari, heroi Shaban Jashari ishte rrahur e maltretuar aq shumë, sa që kishte vendosur që më nuk do të binte i gjallë në duart të serbëve, ashtu dhe si që ndodhi. Kurse pas përfundimit që thash i kanë arrestuar gjyshin me shumë bashkëfshatar ku shëritohen këtu, që i kanë qumit rëvicë, i kanë mojë 2 ditë. Do 28 orë, i kanë maltretu në format më të ndryshme. Kur ka arë gjyshi, thështë, kemi pas plot odën me musafir, unë meta maj madhe. Na morëm informata, nesërmen, edhe për Hamzën, për Ademin, për Rifatin, për grupën e tyne, që jenë mirë, jenë në lokacion të sigurt, edhe jo, selam ju kanë bo, rreni mirë, pret një njerëz për cilëni, ka që ishte porosia. Për njerëzit të besushëm që na i dishëm që jenë linje sigurt. Erë gjyshi shplot oda me musafir, kur ka hyrë në derë lotrim, syri i djathtë kujtoj. Qashja pas kanë zirë fare, zik krejt. Edhe pjesa e ftyrës. Kemi marrë mjek, e kanë trajtu mënyrën më të mirë të mundshme mjek tonë shqiptar në shtëpi. E ka thonë gjyshi i pari që unë e kam dëgju, mas sulmit 30 dhjetorit, që unë e mo nuk dërzona. Unë e mo i gjallë ndorë tyne nuk ri. Sepse kishin maltretu aqë shumë. Edhe thonën mo, trupi jem, tha se dërën, tha kështu që më mirë, tha, do luftoj, do vritem se sa dorëzohem edhe njerë ndorë tyne. Dhe kjo ka qenë pastaj edhe i djemë tyne. 3 javë pas, komandanti legjendar bashkë me Hamzën kthehej në shtëpi dhe nga ajo kohë ishin çdo herë të përgatitur për luftë kundër Serbisë. Baca Rifat Jashari kishte shkuar në Gjermani dhe nga atje ndihmoi vëllezërit dhe UÇK-n në forma të ndryshme. Migja ka dalë i ri që shtregon 18-19 vjetë. Jashtë shtëpie për me punu me ndihmu. Është krahu i djathtë i parë i babës vetë Shabanit që ka qenë djali Astrit. Edhe thëtë kom dalë për pak. Hajde të nreqim qëta, të bojmë qëta. Edhe ka metë të rjetën. Migja ka qenë vëlla për tonë, babë për tonë, djalë për tonë. Sti qysh me shprej në ryshe. Nuk na ka dallu as një fëmijë nga fëmijët e vetë. Qoftë dhe në detajnë ma të vogël të teshav që ne ka pru dhurata nga Gjermania. Do të regoj një detaj që fillova me urritën, kurse arrej ka qenë ora 2 natës kur kam rri nga Gjermania. Kjo uda nuk ka qenë ndërtuar, ka qenë një udhë tjetër një kaqë. Tak, lëtare të udhës e një kaqë. Ne shumë fleshëm në udhë me gjyshin, edhe u qu gjyshi. Unë zbona za. Kur ka ndodhur ja?
Është në kohë dikun 88-89, Okej. para sulmit në 89. Edhe një kryetari fat. Edhe janë një nëvët. Se ka dhe zritën e shtam të një aflajti shumë kalablak na. Do të jem të rifatit në të hamzës të ademi. Edhe e në vetë që shi që ka je. Edhe tash sa pare janë konëm nuk e di. Po e di kur e ka vetë gjyshi, tha, a ke nalën e jo. Po, tha balëm dalën, që i argjej, t'i lypi. Do të komplet paret, si varë, u hitë baba, edhe qashtu ka vepru Çdo herë. çdo herë. Po, edhe gjyshi, baba Shaban, me Hamzën e me Ademin. Jenë mënu me i shfrytëzu, apo me i dyfyshu ta manalal, edhe qysh kanë pas punu, që kanë punu vetë. Po Hoxha Rifati ka qenë shtylla, edhe e dashnis, edhe ekonomis, po edhe trimnis. Familja jonë ka qenë një prej familjeve më të pasura në regionin e Drënisës. Falë Rifati Asharit dhe menaxhimit, si zërshpije, Shabani Ashari. Dhe kërkesa si e balit të dhemë, Hoxhës Ademit si e babojt, ka qenë që kur t'na qesh në sen neve, se për këtë onës ushtarake, mos na i doj. Shoqni. Ti e den shoqnin, ja vden edhe mosat, ja vden edhe numrat. Do të me 30 dhjetor tregojnë do të edhe Ademi, pa të tregu Hoxha Ademi dhe babushi që këgja shumë ke shpritu, do të Hoxha Rifati me shku në Gjermani pas sulmit 30 dhjetorit në 89. Një farforme këgja si me zërë. Do të e kanë detyru, do të edhe Ademi dhe Hamza me shku prapë në Gjermani, sepse s'ka dash milion vllaznin vetëm. Po këthy e kanë lutë, këta me kanë detyru, e kanë lutë që ti dohet, e kanë bindë që dohet me shku. Edhe ka shku me shumë vështirësi, ka dalë ilegal në Shqipni, pe Shqipni e pastaj në Gjermani. Edhe ka ardhur ilegalisht edhe një herë në vitin 96. Do të ka nejtë një muj, këtu në Prekaz, mos ka mujtë marrë. Veprimet kryesore ka qenë afrimi, bashkimi e shqiptarëve në Mërgat, diaspor. Sepse, si që thash ma herët, edhe në Kosovë, o dajtën dy tabori, kraj luftarak dhe kraj paqësor, që ashtu edhe atje në diaspor. Dhe ka qenë me ngulm që me i bo bashkë shqiptarët atje, dhe me ndihmu luftën në Kosovë. Unë menoj që Migja është aktori kryesor i ndaljes kësaj llavrasjes me zveti, që kemi shpëtu me faqet bardhë. Këta kanë pas fatin në vra. Në po flasë për babë tem. Si merit se ka ma të madhe se sa që. Mish mund me pas edhe ma pak, sepse mos të kish pas krahun e nxehtë, pe vllavit vetë që e ka pas edhe më i madh. E se ka pas asnjë kasa vetë. A i kanë fëmija me hangër boka si kanë, në ashtu s'kish pas nga me menue me që mi bo shkaut në atë kohë. Si ishtë dash në menu që shmja siguru bukën fëmijëve. Po li që ka pas bukë për fëmijët vetë, po ka pas bukë edhe për tjerë që kanë pas nevojë. Më flasë për tjera të sanë. Për shta po thëmë, Hoxha Rifati ka qenë shtylla kryesore. Unë e falenderoj Zotin që ne ka lënë dhe inshallah e kena më gjatë. Me kërkesë të Amerikanëve, në fillim të vitit 1995, Baca Rifat kishte vënë në kontakt cian amerikane me komandantin legjendar Adem Jashari dhe herojin Hamzën dhe takimi ishte mbajtur në Prekaz. Bashkësia ndërkombëtare ka ditë fort mirë.
Unë s'po du me thonë tash nashta edhe ma heret, po pej 94-tës, funin 94 apo fillimin 95 e kanë ditë fort mirë, sepse që kam qenë vetë prezent kur e kanë kërku nga Agja Rifati në Gjermani, disa njerëz caktum që njerëz të cisë amerikane po kërkujnë me u taku me Hamzën edhe me Ademin. Migja njerëz që ka dhënë adresin, kur e ka verifiku migja që është po e vërtet, atëherë ju ka tregu sakt, po i gjonin për kazën shpe. Kanë ardhe në taku, qysh në atë kohë. E kanë ditë fort mirë, 95 në kanë ndodhur. po, kanë ditë fort mirë idenë, qëllimin e Ademi Jasharit, Hamza Jasharit, grupi tyre, kanë ditë qëllimin e grupit të armatosur, apo krahit armatosur në Kosovë, çfarë qëllimi dhe çfarë idesh ka. Kur në kthyn në Zvicër prap, ai shqiptari nga Zvicra e di fort mirë kur ka thirrë Agjën telefonit edhe ka pyetur se çfarë shkolle ka të kryen Hamza. Po i tregon migja po edhe pse. Thotë se i kish lënë përshtypje jashtëzakonisht mira tha këtyne amerikanëve. Pas kësaj periudhe, pasoi dalja publike e UÇK-s në laush të Skënderajt. Filloi mobilizimi të rinjve në UÇK. U zhvillua betejë kundër forcave serbe dhe masakra si ajo në Qirez e Likoshan. Pas epopejës së 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998, rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari, mësuesit Shaban, Hamzës, grave dhe fëmijëve të familjes Jashari, filloi mobilizimi i madh kundër pushtuesit serb deri në çlirimin e vendit. Lavdi të përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari, familjes heroike Jashari dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të lirisë.